2 shtetase kineze janë arrestuar nga policia Shkodrës për ushtrim prostitucioni. Blut njoftojnë se për konsumimin e veprës penale shfrytëzoi një banesë marrë me qira, ndërsa në pranga ka përfunduar edhe tutori i tyre. Sektori për hetimin e narkotikëve në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Shkodër dhe seksionin e mbështetjes operacionale në vim të punës për goditjen e palitshmërive bazuar në informacionet e siguruara në rrugë operative, organizoi dhe finalizoi operacionin policor të koduar Rent House 2. Si rezultat i këtij operacioni u zbulua një apartament në lagjen Parruc ku ushtroi prostitucion. Në kuadër të operacionit u arrestuan 3 shtetas, të kapur në ambientet e apartamentit, një 34 vjeçare dhe një 46 vjeçare, të cilat kishin marrë me qira apartamentin dhe e kishin përshtatur për ushtrimin e prostitucionit. Gjithashtu arrestua edhe një shtetas 37 vjeç. Në drejtimin e prokurorisë vjen puna për dokumentimin e rastit dhe identifikimin e shtetasve të tjerë që mund të jenë të përfshirë.